Dhe procesi që duhet kryet nga ana e administratës është pikërisht kjo. Pra, 45 ditë bashkia bën shpalljen publike, duke pritur çdo kënd që pretendon për atë truall që ka letra, institucionet vendore pastaj së bashku me institucionet qendrore, pra me kadastrën, bëjnë verifikimet përkatëse dhe patjetër pastaj duke miratuar edhe planin e zhvillimit që ju e paraqisni për atë ide investimi që keni, fillon procedura në Agjencinë e Zhvillimit Territori, duke miratuar së pari atë plan zhvillimi, duke kaluar te Ministria e Ekonomisë më pas, e cila kryen kontratën me ju për blerjen e tokës me 1 euro, e cila është një shumë simbolike, dhe pastaj për të kaluar në atë pronësinë tuaj, të themi, për ta zhvilluar me një leje ndërtimi konkrete dhe për të vijuar e për të sjell frytet e para investimi që do të kryeni aty. Po me sa më thot kryetari, aplikimi juaj deri tani është i suksesshëm, do të ndjeki rrugtimin e pikërisht për këtë arsye në fakt edhe ne do të garantojmë që institucionet të veprojnë shpejt, pa burokraci, edhe të marrim rezultatet e para.